Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që hanë një vezë të zjerë në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Me kalimin e kohës është folur shumë për përfitime shëndetësore të vezëve, sidomos ekspertë thonë se përfshirja e një veze të zjerë në dietën e përditshme ka shumë përfitime për organizmin, sidomos për atletët pasi ndihmon në përmirësimin e disponimit dhe cilësinë e tyre të stërvitjes. Vezët janë një alternativë shumë e shëndetshme në rimbushjen e aminoacideve thelbësore për funksionet e duhura të trupit dhe konsumin e duhur të proteinave. Vezët janë një zgjidhje shumë e lartë ushqyese në dobi të organizmit. Shumëllojshmëria e opsioneve të përgatitjes llogaritet fare lehtë në përfshirjen e vezës në dietën tuaj, e cila mund t'i fitojë trupit edhe shumë vitamina, minerale, lipide të pranishme kryesisht edhe te sasia e verdhë e tyre. Vezët do t'i ofrojnë trupit shumë përfitime, ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e vazhdueshëm të tyre si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese. Vezët janë të pasur me albumina. Kjo proteinë ka vlera të larta biologjike, të cilat janë dobi prurse të shkëlqyera për trupin, duke ofruar kështu edhe një tretje më të lehtë të funksionale. Albumina ka 9 aminoacide, domethënëse në procesin e anabolizmit në rritjen e masës muskulare, kontribon gjithashtu në rritjen e rigjenerimit të indeve të muskujve, të thonjve, të lëkurës, të flokëve. Rigjadëron gjithashtu funksionet e organeve vitale, falë energjive të saj që forcon edhe sistemin imunitar. Vezët nga ana tjetër janë të pasura edhe me omega 3, një yndyrë shkëlqyer për trurin dhe stimulon gjithashtu ekuilibrin e insulinës dhe të glukozës, një tjetër faktor që rregullon kështu detyrimet dhe rezistencën ndaj insulinës, i cili është faktori kryesor i rrezikut të sindromit metabolik. Vezët veprojnë gjithashtu për të luftuar anemin. Vezët luftojnë edhe llojin e anemisë të shkaktuar kryesisht nga mungesa e hekurit. Ashtu quajtura anemia për shkak të niveleve të ulta të hekurit mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e lehtë veza në dobi të shëndetit tuaj. Veza është një zgjidhje shumë e mirë e organizmit. Nëse konsumohet në formën e zjerë, ajo do të ofrojë përfitime të larta ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat kryesore më të mira të konsumit të vezës sipas ekspertëve të Healthline është forma e saj e përgatitur në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe arsyet kryesore pse ajo duhet të jetë pjesë e mirë e dietave tuaja. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore dhe arsyet përse duhet të hani vezë vazhdimisht në dietën tuaj, kryesisht në vaktin e mëngjesit për të ndjerë edhe më të ngopur. Vezët përmbajnë përafërsisht 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt në gatim sepse yndyrat që përgatiten në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ndihmon edhe në humbjen më të madhe të peshës. Vezët janë të pasura gjithashtu edhe me yndyra të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rritjen e nivelit të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasura me nivele të shëndetshme të proteinave në trupin tuaj. Vezët e zjera normalisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti i syve do të përmirësohet me konsumin e vezës. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranat dhe ul riskun e prekjes nga dobësqimi i shikimit ose verbëria. Do të keni kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu.
Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund t'i kombinoni me sallatë spinaq, patate, pulë, peshk, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj brenda normës së lejuar është një zgjidhje efektive në dobi të tij. Veza është ndër produktet që mbart vlera të jashtëzakonshme ushqyese dhe renditet në listën e 10 superushqimeve që duhet të jenë pjesë e mëngjeseve tuaja të shijshme. Por e keni pyetur veten se cila vezë është më e vyer? Veza e zjerë fort apo ajo e lënë disi e pazjerë? Ekspertët e Brightside kanë mbledhur rezultatet e studimeve të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton se 1 deri në 3 vezë është doza optimale ditore e ndarë në kategori të ndryshme të personave. Akoma më mirë duhet të dini se këto vezë janë të pasur me omega 3, e cila konsiderohet sot si super veza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të listoj më të mirat që vijnë në organizëm nga konsumi i 2 vezëve në ditë. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është minerali më i rëndësishëm i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet edhe falë niveleve të luteinës që veza i përmban. Vezët e pulave gjithashtu janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë, dhe mungesa e saj dëmton indet e syrit dhe shikimi dhe përkeçohet në mënyrë të pakthyeshme. Është e rëndësishme që vezën ta keni aleatin tuaj ushqimor më të shëndetshëm të dietës suaj. Kështu do të keni ndikimet e saj pozitive në dobi të organizmit dhe do të mbani larg edhe komplikacionet që mund të lindin në dëmtimin tuaj të syve. Vitamina D që gjendet te veza do të ndihmojë dukshëm gjithashtu edhe në absorbimin e kalciumit. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë edhe një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit, sidomos nëse zbulon që ato përmbajnë vitaminën D edhe është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D tek veza, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë edhe për të forcuar kockat, gjithashtu edhe shëndetin e dhëmbëve. Vitamina B tek veza mbron lëkurën, flokun dhe mëlçinën tuaj. Biotina ose vitamina B12 dhe proteinat të tretshme në yndyrna ushqejnë dhe kontribojnë në forcimin e flokëve dhe të lëkurës, elementet që mbajnë zemrën gjithashtu më të shëndetshëm. Filloni që të humbisni më peshë në mënyrë më të lehtë duke konsumuar vezët. Shkencëtarët dolën në përfundim se konsumi një ushqimi me pak kalori në mëngjes, siç janë vezët e pulave, ju ndihmojnë që të ndiheni më të ngupur për pjesën tjetër të ditës, dhe ju ndihmojnë gjithashtu edhe në shanset për të evituar kështu problemet tuaja të peshës. Procesi i plakjes do të ngadalësohet falë përdorimit të duhur të vezëve në dietën tuaj. Kjo është e dukshme nga ulontimet e kryera nga shkencëtarët holandezë në 87% të grave 35 deri në 40 vjeç. Njollat e moshës u zhduken dhe lëkura u pastrua. Tek meshkujt, rrullat rreth syve u zbutën dukshëm, dhe kështu patën përmirësime më të mira të shëndetit. Do të ndjeheni më aktiv me përdorimin e vezëve. Një vezë në mallësi mesatare plotëson rreth 13 deri në 15% të nevojës ditore për vitaminën B2, e njohur gjithashtu si riboflavin. Ajo është një nga 8 vitaminat më të mira që konvertojnë ushqimin në energji. Do të ndjeheni më të ngopur me konsumin e vezëve. Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinave, të cilat u japin ndjesinë e ngopjes edhe kur keni ngrënë shumë sheqer. Gjithashtu do të mbanin më nën kontroll kolesterolin dhe do të ulin rrezikun e dëmtimit të shëndetit të zemrës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.